Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lutja Allahun që t'u lehtëson ditë të këtij muaji të bekuar dhe të gjitha punët e mira që i bëjmë në këtë muaj Zotit na i pranon. Dhe sot meta dhe mëkatet Zotit na i fal. Jemi duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me njohjen e Zotit xhallahu ala. Ta njohim Zotin e mënduar. Ta njohim Allahun xhalla xhelaluhu që të besojmë më drejt në të. Ta njohim Allahun e mënduar që t'i nështrohemi më lehtë atij, t'i porulemi, ta adhurojmë dhe në këtë adhurim të ndijmë kënaqësi dhe përjetim të këndshëm. Që adhurimi ndaj tij të na sjellë lumturi, begati dhe shumë të mira në këtë botë dhe shpërlim botën tjetër. Emri që sot do të flasim për të është emri Allahut El-Khaliq, krijuesi. Allahu thot në Kur'an: Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Allahu ka krijuar çdo gjë. Dhe çdo gjë është krijesa e Allahut, ndërsa ai nuk është i krijuar. Ai nuk është i lindur dhe as nuk e ka lindur askënd. Por ai ka krijuar çdo gjë. Dhe çdo gjë është krijesë e tij dhe është në sundimin e tij xhalla xhelalu. Fjala khalaqa në gjuhën arabe që nga kjo rrënjë kësaj fjale vije dhe emri Allahut el-Khaliq mund ta përmbledhim kuptimin e saj në dy kuptime kryesore. Ka krijuar nga asgjëja. As nuk pat shembull, as lëndë të parë, as asgjë. Allahu xhallahu krijon nga asgjë, madje edhe lëndën e parë ai është krijuesi i saj. Dhe Allahu xhallahu ala krahas që ka krijuar krijesat në kuadër të kësaj krijimtarie përfshihet edhe përshtatja e kësaj krijese me ambientin ku do të jeton. Allahu xhallahu është krijuesi i peshqve, por ai është që ka krijuar edhe ambientin e përshtatshëm për ta. Allahu është ai që ka krijuar çdo kafshë, çdo bimë. Por kësaj bime ja ka krijuar edhe ambientin e përshtatshëm ku ajo do të zhvillohet dhe rritet. Dhe gjithashtu është ai që ka krijuar njeriu. Andaj nga kjo njohje se Allahu është krijuesi, shikues të nderuar, ne përfitojmë me të vërtetë dobi të mëdha. E para që nxjerrim nga kjo është madhrimi i Zotit xhallahu ala. Shikoni këtë krijimtari, shikoni këtë bukuri, shikoni këtë përsosmëri. Të gjitha këto e ushqejnë zemrën me madhrim ndaj Allahut xhallahu ala. E ushqejnë me dashuri ndaj tij, në respekt dhe nështrim ndaj Allahut xhallahu ala. Tjetër që nxjerrim nga kjo është se njeriu kur e din prej ardhin dhe nga çka është krijuar, dhe kur sheh krijesat përreth tij se sa madhështor janë dhe sa më të fuqishme sa janë, e kupton fuqinë e krijuesit dhe dobësinë e tij. Prandaj, prej ku njeriu ta gjen pas së njohje arsyen për mendje madhësi, prej ku njeriu ta gjen arsyen pas së njohje për rebelim dhe kundërshtim të Zotit xhallahu ala, ai është krijuesi. Prandaj, shikoni qejt, shikoni tokën, shikoni kodat përreth nesh, bjeshkët, tëra që kemi në rrethin ton. Gjitha këto na tregojnë fuqinë e Allahut xhallahu ala. Ai është krijuesi. Dhe neve na mësojnë që jemi të përulur. Prandaj, njeriu kur e din se është krijuar nga një pikë uji, nuk është asgjëja. Dhe pastaj, pas një krijimi, shkon në një asgjë, shkatërrohet dhe vdes. Pastaj ringjallet, e kupton se nuk ka gjë në dorë të tij. Çdo gjë është në dorën e krijuesit që ai ka krijuar. Dhe gjithashtu sado që njeriu të mburret dhe kënohet me ndonjë zbulim të tij që ka zbuluar, prap nuk ka arsye që të rebelohet. Prap nuk ka arsye që të tregohet mendje lart, nga sa Allahu xhallahu ala shikon çfarë ka krijuar. Allahu xhallahu ala thot: "Hadha khalqullah." Kët Allahu ka krijuar. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Më tregoni çfarë krijuan ata të tjerët pas Allahu xhallahu ala. A mund një të krijon një barishe sikur se kjo? Një bukuri sikur se kjo lule? E kështu me radhë. Një bukuri si ata peshqit në thellësirat e detit që janë, madje si kodrat, një bukuri si bukuria e qeve dhe e diellit dhe hanës,
Me çfarë mburet ky njeri për Allah xhallahu ala. Prandaj e udhës është dhe e kërkuar është që sa më tepër të zhvillohemi në dije dhe në shkencë, sa më tepër të zbulojmë, më tepër të na shtohet bindja për Zotin xhallahu ala dhe më tepër atij të përulemi, nga se ai është krijuesi. Gjithashtu nga ajo që marrim nga njohja e emrit të Allahut krijues është se Allah është vërtet se ka krijuar. Mirë po, Allahu xhallahu ala thot: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan?" A mendua se ju krijuam kot? Nuk na ka krijuar kot. Është vërtet se Allah është krijuesi, por ai na ka krijuar për një qëllim të caktuar dhe ne duhet që ta njohim këtë qëllim, që të jetojmë në përputhje me këtë qëllim që Zoti xhallahu ala na krijoi. Andaj Allahu thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër pas që mua të më adhurojnë. Prandaj adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala është qëllimi i këtij krijimi. Nëse Allahu është krijuesi dhe ai e ka ditë shumë mirë se si të na krijon dhe na ka përshtat rrethin konform kësaj krijimtarie, është ai që e din më së miri edhe nga rregullat, edhe nga dispozitat, edhe nga mësimet, edhe nga udhëzimet, çfarë neve na përshtatet. Çfarë neve na duhet. Prandaj Allahu xhallahu ala nëse na ka ngarkuar me detyra të caktuara, ai është krijuesi, ai e din shumë mirë se a mundemi ne ta bartim këtë apo nuk mundemi. A është në përputhje me mundësitë tona apo nuk është në përputhje me mundësitë tona? A është në përputhje me interesin tonë dhe dobitë tona apo nuk është? Ai është krijuesi. Nga sa Allahu thot në Kur'an: "Ela ya'lamu man khalaq." A thua vallë, si nuk din ai që ka krijuar? Si nuk din ai që ka krijuar? Ai e din më së miri. Prandaj edhe ne duhet i përshtatemi asaj që Allah e kërkon prej neve, sikurse i përshtatemi mënyrës së të jetuarit në bazë të konstruktit fizik dhe në bazë të formës që kemi dhe në bazë të kërkesave të brendshme të jashtme që i kemi. Gjithashtu shikues të nderuar, nga reflektimi i këtij emri të Allahut El Khaliq, krijuesi në jetën tonë të përditshme është edhe që ne kur bëjmë punë caktuara, ne kur bëjmë diç, të mundohemi ta bëjmë ashtu si është më së miri. Shikoni Allah si e ka perfeksionuar me të vërtetë këtë krijimtari. Nuk gjen mangësinë te, nuk gjen tmeta, çdo gjë në përputhje me të bukurën, me të mirën, me urtësinë absolute të Zotit xhallahu ala. Prandaj edhe i dërguari alayhi salatu wasalam thot: "Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu." O ju besimtarë të drejtë, ju që e njihni Allahun si krijues, frymëzohuni dhe inspirohuni nga krijimtaria e Allahut xhallahu ala dhe kur bëni një punën si është më së miri. Perfeksiononi brenda mundësive të juaja. Le të jetë me të vërtetë puna jon e kryer më së miri, jo shkëla shka. Edhe kur të mësojmë si është më së miri. Edhe kur të punojmë si është më së miri. Edhe kur të kontribuojmë si është më së miri. Edhe çdo punë kur e bëjmë, ta bëjmë ashtu si kur është më së miri, nga se këtë e kërkon njohja jon për Allah xhallahu ala, kuptimi i drejtë që na jep emri Allahut El Khaliq, krijuesi. E shumë dobi të tjera të ndëruar shikues që dalin nga emri Allahut El Khaliq, por shpresoj që njohja jon për këtë emër na shton modestinë ndaj Zotit xhallahu ala, madhërinë dhe përulën për ati. Gjithashtu na bën nga ata që e kuptojnë qëllimin e krijimit dhe jetojnë në përputhje me të. Dhe gjithashtu i perfeksionojnë punët e tyre, i bën të përkryera, kualitative dhe cilësore çdo punë që e kryejmë në jetën e kësaj bote, nga se kështu na mëson besimi në Zotin xhalla xhelaluhu. Zoti ruajt dhe paqja agjerim të lehtë. Deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.